Në kulmin e virozave dhe gjendjes gripale në vend, në shërbimin infektiv pranë qendrës spitalore Nën Tereza, janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballuar fluksin e shtuar të pacientëve, duke garantuar ofrimin e shërbimit pa asnjë problematik. Drejtuesja e qendrës spitalore, Angela Paparizo, zhvilloi një vizitë në shërbimin infektiv pranë kësaj qendre spitalore, ku u takua nga afër me stafin mjekësor, atë infermieror dhe pacient të shtruar. Doktor Najada Çomo, shefe e spitalit infektiv, tha se aktualisht situata e gripit është normale. Sigurisht që pjesa e gripit ka qenë pjesën e fortë të kësaj situate në këtë periudhë dëmujore, ku fluksi i pacientëve ka qenë i shtuar, janë menaxhuar mirë, kemi pas situata serioze, situata të rënduara. Veç gripit ka dhe të smurë të tjerë që kanë infeksione virale të rënda që detyrojnë pacientin të shtrohet pranë shërbimit infektiv në çdo pavion apo në terapi intensive. Çomo theksoi se edhe në rast të përshkallëzimit të mundshëm të situatës për shkak të gripit, shërbimi infektiv është i përgatitur për çdo situatë serioze. Në përgjithësi nuk ka mungesa që cënojnë apo që duhet për të marrë barna pacientët që qoftë në urgjencë apo ata që janë shtruar në pavione. Në rastet e një përshkallëzimi të situatës, jemi në gatishmëri. Ne gjithmonë jemi të përgatitur, urojmë që mos kemi situata të rënda serioze. Gjithse janë 16 shtretër, këtu kemi një dhomë të veçantë për çdo me izolimit, për çdo pacient të mundshëm që ka sëmundje infektive emergjente apo riemergjente që futet në një dhomë që ka shtrat më vete, tualet më vete, të çdo me izoluar me presione negative. Shpresoj që është një gjë shumë e rëndësishme për gjithçka që flitet sot. Kemi dhomën e triazhit, pacientët rrinë aty, sipas kodit që kanë, që menaxhohen nga stafi mjekësor. Sa pacient mund të keni në ditë të urgjencat? Rreth 200. Dhe sa nga këta pacient qëndrojnë ose kthehen në shtëpi? Rreth 40% janë për shtrim në spital, 60% marrin ndihmën dhe drejtohen sipas vendit ku duhet të shkojnë. Ndërkohë, edhe Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar se nuk ka asnjë shpërthim të fruthit në kopshtet dhe institucionet parashkollore, duke i bërë thirrje qytetarëve të marrin informacion vetëm nga burime zyrtare dhe të shmangin përhapjen e lajmeve të pasakta, që krijojnë panik të panevojshëm. Instituti u rikujton prindërve të respektojnë kalendarin kombëtar të vaksinimit dhe të sigurojnë imunizimin në kohë të fëmijëve, pasi vaksinimi mbetet masa më e sigurt dhe efektive për parandalimin e sëmundjeve infektive.